Kështu. Si a kalut? Na jo bash mirë, jo si jo. Kom e këshmë stash. Ashtë mirë? Si që deni, unë kam bo thirrje sot për kryesin e kuvendit. Qëllimi ka qenë me i hop diskutimet për 3 çështje, por edhe disa pika tjera të rënë ditës që kanë mbet nga legislatura e kaluar. Fillimisht për ju njoftoj se arsyeja e vetme ka qenë për shkak se jemi në rrethona të jashtëzakonshme. Është e vërtetë që asnjëherë në historinë e Republikës nuk ka ndodhur mbledhje të kryesisë pa votimin e qeverisë, po meqense se ditën e diel nuk u votua qeveria, atëherë unë morë parasysh disa çështje urgjente që i pret vendin, unë kom dashur me i thirr anëtarët e kryesisë për me diskutu këto çështje. E para ka qenë çështja e buxhetit të RTK-s. Unë kam taku edhe sindikatën, edhe bordin, dhe sa për njohurinë tuaj, drejtorit i s'ka dhënë afati të premten, edhe RTK-ja është pa buxhet. Unë pas diskutimeve që i kom pas me ta, si kryetar kuvendi i kom dhënë mbështetjen edhe formën e vetme për me ecë përpara e kom po ku na si kryesi i themelojmë grupet parlamentare, gjithashtu i bëjmë ndarjen e komisioneve parlamentare, i votojmë në një seancë ku pastaj kam kërku që të votohen këto raporti i RTK-s në Komisionin për Buxhet dhe Financa edhe të ekzekutohet pro buxheti për RTK-n që duhet të ndodhë mbrana ditës. Unë kam paramenduar që do të gjej mirë kuptimin sot te anëtarët e kryesisë. Rrjedhimisht kam dashur të bëj kërkesë për me ftu seancë të jashtëzakonshme nesër në mëngjes, për me përfundu themelimin e komisioneve, pastaj komisionet kanë mujtë më njëherë pas seancës me i votu raportin e RTK-s dhe RTK-ja me pos buxhetin, ku dhe drejtori ka pos edhe mandat për ekzekutimin e pagave gjithçka tjetër që shkon te shpenzimet e financave. Çështja e dytë ka qenë gjithashtu votimi i buxhetit, diskutimi për buxhetet e 3 komunave, Prishtinë, Gjilan dhe Zubin-Potok. Këto janë 3 buxhete që kanë mbet. Unë pas diskutimit që kom pos me ministrin Murati dhe me qeverin, ata më kanë tregu që është e domosdoshme me i shty përpara këtu për shkak se kanë me pos problem pagesën e faturave, e pastaj këtu fatura do të mbledhen nga përmbarues që është dëmtimi i buxhetit qytetësor këtyre komunave. Dhe çështja e tretë ka qenë gjithashtu edhe buxheti vjetor i Republikës Kosovës, edhe për këtë e kam shtruar në diskutim me anëtarët e kryesisë. Mirë po, fatkeqësisht asnjëra nga këto pika nuk kam gjetur mirë kuptimin. Për këtë, na e dim që jemi në situata të jashtëzakonshme, nuk është e zakonshme me u mbledh kryesia, por mendoj që ose s'poku kam pritë se sikur të kish pos një vullnet politik, ka qenë bindja ime e thellë se s'ka pos asnjë skele ligjore e kushtetuese për me themelu komisionet, për me mujt me procedu me buxhetin e RTK-s, 3 buxhetet e komunave dhe buxhetin vjetor. Buxheti vjetor ka mujt me u bë ndaras, për shkak se ai don debat më të thellë, edhe është një anë që rregullon me procedurë për shpejtuar, por për 2 të parat s'poku kanë prit një farë mirë kuptimi, megjithatë në të drejtën e tyre disa subjekte politike kanë refuzuar, edhe si pasojë ka mbet që këto s'mujnë me u themelu pro komisionet parlamentare dhe nuk ka vullnet për tyre për me procedurë përpara. Mund vje keq për shkak se deni janë dëmi i buxheteve 3 komunave, po është dëmi edhe RTK-s. E për më tepër janë mbi 700 punëdhënjes në RTK që nuk do të morrin paga për pasojë. Unë mendoj se sikur të kishte qenë një vullnet i mirë në një bashkëpunim mes subjekteve politike, mendoj se do t'ja kishim dalë që nesër të ishin ekzekutuar këtu, por fatkeqësisht kjo s'ka ndodhur dhe gjendemi para një situatë tani ku RTK-ja mbet pa buxhet, 3 komunat gjithashtu do të kenë probleme financiare dhe për më tepër buxheti i Republikës gjithashtu nuk është proceduar, e siç e dini, me zgjedhjet që na presin ose me situatat që nuk parashikohen, mund të mesin edhe mbi 80.000 zyrtar publik pa paga. Kështu që po përfundoj me kaq, mund vje keq që gjeta mirë kuptimin, megjithatë, si kryetari i kuvendit e kam pas mbështetjen edhe RTK-ja, edhe 3 buxhetet komunale, po fatkeqësisht një mirë kuptim nuk e kam gjetë edhe te subjekte tjera politike. Pajtohem plotësisht është situatë e pazakontë. Unë kam prit deri të dielën, mos po votohet qeveria, e pastaj kishim proceduar me një rrethon komplet normale. Po në rrethonat e jashtëzakonshme, unë mendoj si kryetari i kuvendit
duhet me morë përgjithësinë për me po për forma tjera që me procedu për para. Njëna për formave ka qenë, a i themelojmë komisionet parlamentare, e thirrim një seancë të jashtëzakonshme ditën e nesërme, edhe pastaj i votojmë buxhetin e RTK-s dhe të 3 komunave. Këto nuk e ndalën ligji, për shkak se ligji për qeverinë neni 31 paragrafi 5 e lejon decidivisht që ka drejt edhe qeveria që i ka skaduar voti me dërgu buxhetin tëna. Këto është po flitet edhe për buxhetin e RTK-s edhe për buxhetin e 3 komunave. Pro, me ligj kemi pas të drejt. Tash po pajtohem që nuk ka pozita as opozit. Po me pos vullnet politik, unë mendoj që kishim marrë dakordonc me ndo këtu 14 komisione parlamentare që kemi pos, veç sa fazë tranzicionale për me miratu buxhetet në fjalë. Pastaj, nëse kemi qeveri 3, edhe kemi dikastere 3, ku vendi nuk janë dalën askush për me themelu komisione tjera parlamentare, edhe me ndo dikastere që i mbikëqyrin qeverin. Po kjo kish mujt me ndodhë me një hap tjetër. Në hapin ku jemi ne, është çështje urgjente trajtimi i buxhetit RTK-s, buxheti i 3 komunave dhe buxheti i shtetit. Po nuk është rrethona më e mirë, po mendoj që ka qenë forma më e mirë me dol pe kësaj krize. Për tjera tash e keni nën kryetoren Haxhiu që do të fletë edhe në televizion. Faleminderit shumë.